Aktor të shuar sot morën lajmin se në teatrin e Gjakovës do shfaqej drama Pjata prej druri e Amerikanit Edmund Morris. Kjo është një dramë sociale e pranishme, e prekshme, tronditse, për vatrat tona të mbushura me drama të tilla, tha regjisori Kame nga Shqipëria. Thelbi i saj është marrëdhënia e brenda familjes midis vjerit edhe nusës së djalit, madomendja që tek neve ka ardhur koha që të vjen disa pika mbi i në këtë lloj marrëdhënie. Që duhet pranojmë edhe logjikën e re bashkëkohore, por duhet jemi edhe me traditën. Një qendër të kësaj drame është figura e një plaku, të cilin duan ta heqin qafe në një azil pleq, roli i cili do jetë për këtë tjetër pos aktorit Hadi Shehu. Roli im ka të bëjë me një njeri, një të moshuar, një njeri i cili bie ndesh në gjerin familjar, bie ndesh me terren e saj, bie ndesh me fëmijët e saj, natyrisht se ata i kanë problemet e tyre, por për Lon Denisoni, roli cilin e interpretoj unë, janë gjërat të cilat me vështirësi i pranon. Kurse rolin e nusës do interpretoj Raimonda Bulku, për të cilën do jetë interpretimi i parë në teatrin e Gjakovës. Gjakovën e kam shumë veçantë, sepse i bie që t'jem bez Gjakove. Me punë teatri është hera e parë. Klara është nusja, ka një vajzë dritur, ka vjerrin, ka burrin, është një shtëpiake që lodhet tërë ditën. Një ditë e bukur fillon dhe thotë që u lodha, po mikën jeta dhe unë nuk e mbaj dot më baban. Ndërsa drejtori i teatrit të Gjakovës Edi Kastrati njoftoi se projekte të tilla do kemi mjaftueshëm këtë vit. Me njëherë pas kësaj mendojmë ta inskenojmë Let's Have Sex, është një vepër, një komedi e cila nuk e ka akoma të përcaktuar regjisorin dhe trupën. Patjetër që trupa do të jetë prej teatrit tonë, për teatrit të Gjakovës. Përgatitja dhe shfaqja e dramës Pjata prej druri është mbështetur nga Ministria e Kulturës së Kosovës dhe Drejtoria e Kulturës në Gjakovë, ndërsa shfaqja do vihet në skenë pas një muaji.